Shumë zhvillime avokat mëna pak ditëve, po bëm disa ditë pa folur, por ka ndodhur shumë gjëra. Të them mendimin personal lidhe me këtë grupën që the tani. Po. Ajo gropa është hapur për të bërë gropën e ekipit gangster, hajdut, palaco, maskarej të partit të asociuar të Partisë Socialiste, po kryesisht në total të gjithë komunistëve shqiptarë që po e bajnë rob këtë vend, që po lëngon Shqipëria prej tyre, që po lëngon populli prej tyre, se populli akoma është i janë lidhur duar e këmbë. Po e qeveris Shqipërinë një Mubarak, si Mubaraku e Egjiptit, dhe shpresoj që të pësoj të njëjtin fat me Mubaraku. Avokat, ju keni qëndrimin tuaj, por populli ka qëndrimin e vet deri tani, s'kemi pasur në reagim ndonjë gjë dhe protesta që kaloi e opozitës së rrallës ishte si të tjerat, nuk është se kishte ndonjë gjë, ndërkohë që trafiku vazhdon andej nga Gramshi dhe nga Përmeti, nga Maqedonia më saktë. Kemi bërë një marrëveshje bashkë, zotëri? Ke të drejtë, e tërheq fjalën opozit. E kuptove më në fund. Nuk është opozit, zotëri, janë spionët e Partisë Komuniste, Partisë Punës Shqipërisë, që janë ndarë. Gjysma quhen PS, gjysma quhen PD, edhe pastaj ca mbeturina që kanë ngelur që këto parti që ka të vogla që vënë rrinë atje para kryeministrisë, gjas me dorëzojnë e diramën. Pra, Shqipëria është në ditën më të zezë. Unë u them shqiptarëve çoni more, zgjoni more, çfarë njerëzini more. Avokat, do të kthehemi dhe Henri Brash përpara se të vim pastaj në Tiranë për aktualitetin politik. Ajo atje, avokat, është nga dora e Zotit apo e njeriu? Është nga dora e Zotit, i nderuar. Se mos kujtoni se Zoti do na lërë neve në mësirë të këtyre palacove që kanë zaptuar parlamentin. Pra urën e Librash e shembi Zoti atëherë. Jo dorë e njeriu. Patjetër. Dhe është në dëshkim kush ka sy në ballë dhe më në kokë dhe kush ka besim në Zot, se unë besoj në Zot e deklaroj publikisht dhe nuk të rikem na kjo asnjë grim të jetës, sepse nga momenti në moment që mund të vi, mund të vendos Zoti të më marrë, dua të shkoj në dorë të tij, jo në dorë të djallit. Pra, dhe një herë, është në dëshkim i Zotit për krimet që po i bëjnë tokës një në radhë parë dhe shqiptarëve në radhë të dytë. Kjo është herë e parë që bashkonin në një mendime socialistës, se ata thonë që si pasojë e motit keq nga Perëndia, fatkeqësi natyrore, u shemb edhe ura. Dëgjoj, mos më bashko me lumin mua se unë ndryshoj jam larg. Tash herë e parë që shkonin sinkron në një mendim, jo se u bashkonin. Jo. Aty e shembi Zoti, po rrugën kuç që parau. Nuk është shëmur nga Zoti, apo është shëmur nga sabotimi që i kanë bërë qytetarët të rruga. Jo zotëri, nuk bën rrugë dhe punë me themel dhe me teknologji dhe me dëshirën e mirë që popullit dhe qytetarëve shqiptarë të japim rrugë të qëndrueshme, rrugë të mira, rrugë të sigurta, rrugë që të eci qytetarit dhe të mos pësoj gjë. Jo, bën shkelesko sepse aq para u jep lubia, krye spionja e Evropës dhe Ballkanit sot për sot, krye spionja, një degenerato, komplet degenerato. Shumë i rrept avokat. Nuk e di po, gjykata akoma s'ka folur. Cila gjykata? Po për akuzat që ju thoni është kështu apo ashtu. Kemi akuzat thjesht nga prokuroria atje, po mund t'i rrëzoj gjykata. Po vajtin gjykata nuk ursua? Po s'ka vajtur. Dhe kush e pengon të vej? Avokat, po nuk është aq e rëndë situata, sepse tani prokuroria më shumë po kërkon burg për Belinda Ballukun se po kërkojnë ata në Hag për Thashin dhe të tjerë. 35 vite thoshte djaj. Si ka mundësi avokat? Këtu 35 vite nuk është dënuar njeri për vrasje, jo më për... Dëgjoj, nëse ai ka folur për çfarë, për 35 vite e djaj, po ai di dhe çka dhe sa zullume ka, se kur vjen puna, një minutë ta korrigjoj ti thash. Nuk është puna se ai ka zullume. Por unë besoj që prokurori Spakut ka në dorë, tani që flasim bashkë, disa krime të kësaj zonjës, që të gjykuar dhe të mbledhur secili veç e veç,
një krim 8 vjet, një krim tjetër 17 vjet, një krim tjetër 20 vjet, etj. Ai ka blerë dhe thotë, në total, krimet e kësaj që ka bërë kjo zonja aty, kanë këtë mas dënimi. Pra i ka të mbledhura disa çështje bashkë, jo një, se nuk është pamend që të thotë kështu. Por jemi tek fatkeqësia, tek lubia që ka dhënë këtë popull, që është në gjumë. Dhe FLA për arsye sepse ka ndihmën e jashtëzakonshme të Sali Berishës për ta mbajtur në stre, si pulën në shosh pëmin ande nga Kurveleshi. Dhe është dhe një person tjetër që del dhe thot për ti të rini të qetë se gjithçka është në rregull, gjithçka do vej mirë, mos bëni ashtu kryengritje, mos bëni se këta duan të bëjnë një 97-2, është e vërtet që këta duan të bëjnë një 97-2. Kush? Berisha? Jo. Ai kryetari e saj që quhet Shpresa Demokrate. Thot, mos u çoni për mbytur, ky do iki, do rrëzohet, do bëhet, se nga kush do rrëzohet unë nuk e di. Nuk e kuptoj fare. Ai eri i fuqishëm nga Amerika fare, avokat, me shpatë në dorë. Zotri, ai nuk është fare i fuqishëm nga Amerika dhe ai s'ka asnjë mbështetje në Amerikë, ai thot gjithnjë neve, po se kush neve nuk e di. Dhe të na thot kush është. Megjithatë, në një farmacie ai thot që Spaku do bëj punën e tij, BKH-ja do bëj punën e tij. Kemi 2 vjet që themi do arrestohet Belinda Balluku nga minuta në minutë, dhe Belinda Balluku po të shpryn larën me shqiptar dhe me drejtësi shqiptare. Po e them shqip tall me nderen dhe u thot mua s'keni që më bëni. Pse? Sepse ata kanë policinë në dorë, kanë shtetin në dorë, kanë ligjet në dorë dhe kanë kushtetutën në dorë, pra troç kanë drejtësi në dorë, një drejtësi që bën pa drejtësi. Dhe jemi në gjendjen më të zezë të mundshme. Shëmen rrugët, shëmen urat, mbulohen viden lekët dhe nuk jep njeri llogari. Ore se s'kuptoj, se po dal nga vetja tani. Çfarë jemi ne këtu? Gjerës apo bagti? Si ishte mundur që të na gënjej një palaço që quhet kryeminist, një bandit, një balash burr, të vjen të mbroj një hajdute dhe ne të rrim të mos flasëm, të mos djegim e të mos bëjmë. Nuk janë për djegje, absolutisht jo. Se me zi kemi bërë, me gjak e me djesh janë prona jonë. Po jemi prapë që të rrethojmë kryeministrinë dhe të dorëzohet ai bandit atje, ai bastard, të dorëzohet pushtetin, të bllokohet ose nuk vrasën dot 1000 vet. Ajo e ashtu quajtura opozite, ati bastardi tjetër që gënjen dhe thot do bëjmë protesta dhe do të arëzojmë, ajo të vetë rrethoj kryeministrinë, stop, 200.000 vetë të vend. Të na thonë, hajgjeni se do rrethojmë kryeministrinë, që pa gjurmë, pa molotov, pa djegur, pa prishur, thjesht të rrethojmë atë dhe të themi jep dorëheqjen, vetëm kështu do shpëtoj ky popull, ndryshe nuk shpëton. Ndryshe janë të vdekur dhe të pambuluar, edhe ata që do lindin nesër pas nesër dhe ata do jenë të robëruar. Ç'po bëhet? Po ndoshta ju dëgjon Berisha, sepse Berisha tha që protesta 28 shkurti do jetë më e madhja në gjithë historinë. Tani e maskilat t'i pres zorët Berishës edhe t'i thërë gjuhën e inshallah i bje një fark të qërojt në faqedheut, se gjithë ti do thot me madhja, që me madhe? Dhe që kupton ai, ju e keni pyetur zë me thënë me madhe? Se deri tani Berisha thot do jetë protesta me madhe. Ai tjetri thot nga minuta në minutë do arrestohet, çan këta mashtrues kështu më. Kë gënjejnë këta. Po që se do bëjt protesta me madhe shkorës e rrethon kryeministrinë, me njerëzit atje, grumull, 10.000, 20.000 vetë, askatëm, se policia si vret do të tërë. Nuk i vret do të zotri. Avokat, se ku do i vend të futet pasaj ai qef urdhër për të vrarë. Po, ju bën përshtypje avokat që për shembull këtë kauzën e Ballukut, opozita në mënyra si po e trajton, sepse tani opozita e ka në dorë deputetët e Partisë Demokratike, atë USB-n me provat tek komisioni i mandateve dhe imunitetit.
Ndryshe nga gjithë herët e tjera, këtë ka vendosur që mos nxjerr asnjë gjë, domethënë ato që ka parë, ka lexuar, ka dëgjuar atje, thotë ne nuk flasim se prishim hetimin. Juve ju bind kjo apo nuk ju bind? Absolutisht jo, nuk flasim jo se prishin hetimin, po se nuk duan ta ndihmojnë hetimit me atë që thonë, nëse e kanë. Ju po thoni që opozita do ta shpëtoj Ballukun. Absolutisht, po e shpëton, jo do ta shpëtoj, po e shpëton.